Në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe fal angazhimit të strukturave qendrore dhe vendore, u ofrua ndihmë menjëhershme për blegtorët e zonës së Kolonjës të prekur nga kushtet e vështira atmosferike. Rreshtit e dendura dhe temperaturat e ulta kanë krijuar vështirësi në sigurimin e bazës ushqimore për krerët e blegtorisë, duke kërkuar ndërhyrje të koordinuar. Zëvendës ministri Arjan Jauplari së bashku me drejtorin e Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore Roland Meçaj, përgjegjësin e emergjencave civile në prefekturë Leonid Muço dhe drejtuesin e repartit ushtarak Drenov nën Kolonel Grabon Kolçinaku kanë mundësuar shpërndarjen e misrit dhe himneve për blegtorët. Kjo lëvizje ka lehtësuar situatën e krijuar në terren. U mundësua për t'i ardhur në ndihmë blegtorëve të zonës së Kolonjës sigurimi i bazës ushqimore për bagëtitë e tyre, ndodhur në kushte të vështira si pasojë e rreshjeve të shiut së shoqëruar me rreshje të bore dhe me uljen e temperaturave. Nga ana e prefekturës u mundësua koordinimi institucional nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile së bashku me Qendrën e Bashkuar Operacionale për të vënë në dispozicion 2 mjete nga reparti ushtarak Drenov për të mundësuar transportimin e bazës ushqimore të siguruar në blegtorët e zonës. Autoritetet theksojnë se mbështetja nuk do të kufizohet vetëm në këtë fazë emergjence, por do të vijojë në mënyrë të vazhdueshme deri në normalizimin e plotë të kushteve të motit dhe garantimin e ushqimit të nevojshëm për blegtorët e qarkut.